Nuashëm rikthimi i saj, si do të ishte ndikimi i rikthimit të saj në LDK duke marrë parasysh që ka edhe zëra të cilët e pranojnë, por ka edhe zëra kundërshtues. Kjo nuk është diskutuar në strukturat të paktën në Këshillin Përgjithshëm ku unë bëj pjesë. Nëse më pyet mua personalisht, unë me patjetër doja hapja dyert zonjës Osmani dhe jo vetëm asaj, që të kthehen në LDK, sepse mendoj që përvoja saj do t'i ndihmonte tani LDK-s. Po, ajo ka qenë një kohë kur ka dal nga LDK-ja dhe ka dëmtuar me vota, por mendoj se nëse analizohet thellë, ka qenë pak e dyanshme kjo puna, nëse mund të themi nëse ka gabuar zonja Osmani, edhe LDK-ja ka gabuar që e ka lënë zonjën Osmani të dalë, sepse unë mendoj se ka pas shumë hapësirë t'ulen edhe të diskutohen edhe të sheshohen gjitha ndryshimet. Dhe po ashtu për ata që ka një qëndrim që zonja Osmani nuk duhet kthehet në LDK, nuk është hera parë kur qoftë figura të ndryshme me shumë peshë të LDK-s kanë dalë dhe pastaj janë kthyer. Unë mendoj se çarja më e madhe e LDK-s nuk i ka ndodhur me Vjosa Osmani, i ka ndodhur me Nejat Dacin kur është shkut me LDD-n. Kështu që besoj që LDK-ja duhet mësoj edhe nga këto gabime në të kaluaren dhe të i përbashkoj edhe zonjën Osmani, por edhe të tjere që kohëve të fundit ka një lloj hatërmbetje. Unë mendoj se zotri Abdigjiku si kryetar duhet të jetë më i hapur